Ditën e lirie natë në Burg. 43 burgosur aktualisht janë në marrëdhënie pune me biznese jashtë grilave. Por të njëjtit, si të përfundohet orari i punës, kthehen në vuajtje të dënimit. Ky benefician ju takon vetëm personave të cilët janë të vendosur në tipin e hapur. Ai mund ta shfrytëzojë të drejtën duke siguruar vetë një vend të punës përmes familjarëve të tij në një prej kompanive, institucioneve jashtë burgut. Megjithë kritikat që ka për shërbimin korrektues, një gjë e tillë sipas Begjet Shalës nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, vlerësohet të jetë veprim pozitiv për të burgosurit. Shërbimi këtu është shumë vonë, po është pozitiv dhe është mirë, sepse thjesht ndoshta do të ishte një nxitje për të burgosurit të tjerë që të sillen më mirë dhe thjesht të përfitojnë nga cilë atyre mirë. Por e rëndësishme, sipas avokatit Arber Jashari, është që kontrolli ndaj tyre të vazhdojë edhe jashtë. Natyrisht do të jetë kujdes që me anë të vendimeve të tyre të mos të arrihet efekti kundër që para burgosurit, në fakt të burgosurit të kryejnë sërish veprime të dëmshme se kriminale. Krahas këtyre 43 të burgosurve që punojnë jashtë, një pjesë e madhe janë të angazhuar dhe në punë brenda hapësirave të qendrave korrektuese. E së shpejti, siç tha nga shërbimi korrektues, do të hapen edhe fabrika tjera në mënyrë që të burgosurit të kenë më shumë mundësi për punë.